Zëvendës ndihmës sekretari i Departamentit Amerikan përgjegjës për Europë dhe Euroazi, Hoyt Brajani, po qëndron për vizitë 2 ditore në Shkup. Edhe pse ai paraprakisht pati paralajmëruar vizitën e tij për më datë 1 maj, arriti 1 ditë më herët. Takimet i fillojnë me përfaqësuesit e partive politike shqiptare të BDI-s, Lëvizjes Besa, Aleancës për Shqiptarët dhe PD-s. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti pas takimit me Hoyt Brajanin ka thënë se vizita e tij është një përkrahje morale që i bëhet vendit. Ahmeti tha se ai ka qenë shumë i qartë duke thënë se vendit i duhet stabilitet dhe zhvillim të proceseve në rrugë të mbar deri në funksionimin e institucioneve. Sigurisht kthim pas nuk ka. Në gjitha këto zhvillime, nëse ne nuk ndërgjegjësohemi, nuk vetëdijsohemi, sigurisht do të psojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Prandaj duhet pranuar ky realitet i ri, zgjedhja e kryetarit të ri të parlamentit, të mbështetet edhe nga ato forca që kontestojnë zgjedhjen e zotit Xhaferi si kryetar të parlamentit, sepse në rrugë legale dhe legjitime. Ahmeti shtoi se duhet të vazhdojnë të komunikojnë edhe me VMRO-DPMN për shkak se, siç tha ai, të dyja janë forca politike të një vendi dhe duhet që vendi të futet në binar dhe në rrugë të mbar. Ndërkaq nga Lëvizja Besa pas takimit me diplomatin amerikan Hoyti nëpërmjet një komunikate, informuan se në takim është biseduar për zhvillimet e fundit politike në vend. Në komunikat thuhet se përfaqësuesit e Besës e kanë dënuar dhunën e ushtruar ndaj deputetëve në kuvend dhe kanë shprehur gatishmëri për të kontribuar në zgjidhjen e krizës politike. Përfaqësuesit e Besës e kanë njoftuar zyrtarin e lartë për rolin konstruktiv që ka luajtur Besa në gjithë këtë proces dhe për angazhimin e saj në zhbllokimin e këtij ngërçi politik. Me këtë rast, Lëvizja Besa ka theksuar se ajo mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e krizës, duke bërë thirrje që të respektohet vullneti i shumicës, që sa më shpejt të vihen në funksion institucionet e shtetit dhe kështu të fillojë realizimi i reformave të domosdoshme që do të rikthenin vendin në agjendën euroatlantike. Ndërkaq takimin diplomatin amerikan kanë realizuar edhe përfaqësuesit e Aleancës për Shqiptarët Vesel Mehmeti dhe Armen Taravari, si dhe ata të Partisë Demokratike Shqiptare. Ashtu siç njofton nga ambasada e SBA-s, nesër do të vazhdojnë takimet me përfaqësuesit e VMRO-DPMN-s dhe LSDM-s, si dhe me kryetarin e ri të kuvendit Talat Xhaferin dhe presidentin e shtetit Gjorge Ivanov.